Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se masa e qeverisë për uljen e TVSH-s për derivatet e naftës ka qenë në kohën e duhur dhe jo e vonuar. I ftuar në emisionin Debat në Shenja, Durmishi tha se çmimet e karburanteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbeten më të ulta krahasuar me vendet e rajonit, ndaj dhe thotë se ka edhe 9% rritje të kërkesës për naftë nga vendet e rajonit. Detyrimi, domethënë, i yni që ishte si qeveri që të ndjekim situatën dhe kur të jetë nevoja të reagojmë. Jo, ishte reagim në kohë. Vendet e rajonit e kanë edhe çmimin e naftës më të lartë se sa vendi jonë. E dini që domethënë i kam numrat tu para vetes, benzina euro 95 shitet për rreth 1.4 deri 1.5 euro për litër, ndërsa dizeli për rreth 1.5 deri në 1.55 për litër, që është më i ulti se sa çmimet e vendeve të rajonit. Në Serbi benzina varion prej 1.5 deri 1.8, po ashtu në Rumani 1.8 deri në 2 euro, Shqipëri është rreth 2 euro, në Kroaci është prej 1.55 deri në 2 euro, domethënë kemi çmimin më të ulët të derivateve të naftës, kemi edhe 9% rritje për të kërkesës për naftë nga vendet e rajonit, për arsye që ka qenë çmimi më i ulët. Sa u përket rritjes së çmimeve të pemëve dhe perimeve, ai thotë se lidhet kryesisht me karakterin sezonal të këtyre produkteve. Sipas tij, stabilizimi i çmimeve pritet të ndodhë kur në treg të dominojnë prodhimet e bujqve vendas. Megjithatë, Durmishi vlerëson se qeveria ka arritur të stabilizojë inflacion brenda një periudhe prej një viti e gjysmë, pavarësisht sfidave globale. Për një vit e gjysmë sa jemi në qeveri, kemi arritur që të stabilizojmë ekonominë dhe të krijojmë infrastrukturë dhe kushte për zhvillimin e saj në muajt në vazhdim. Në vitin 2020 deri në vitin 2024, domethënë qeveria ka qenë me një inflacion deri në 19%. Lufta në Ukrainë edhe tani është ende duke u zhvilluar, po ashtu kemi edhe luftë që mund të merr për masa globale dhe krizë edhe më e thellë globale, dhe kemi arritur që për një vit e gjysmë të stabilizojmë inflacionin që nënkupton qytetarët të kenë mbrojtje të standardit jetësor. Ndërkaq, sa i përket pjesës politike, kryesisht asaj se a vazhdojnë që Arben Fetai dhe Fatmir Limani të jenë pjesë e Vlenit, ai e pohoi këtë duke shtuar se të paktën vazhdojnë të jenë pjesë e këtij koalicioni deri në marrjen e një vendimi tjetër nga vetë ata.